Kate Middleton tregon gjininë e fëmijës së tretë përmes një kodi të fshehtë. Që prej kohës kur Kate Middleton dha lajmin për shtatzënin në muajin shtator, në shumë prej daljeve publike, ajo ka zgjedhur të vishet me blun e thellë, përsëri e përsëri. Çfarë po përpiqet të thotë? Ndoshta Kate po përpiqet të na japë sinjalin e gjinisë së fëmijës. Nëse Kate po pret një djalë, duka dhe dukesha e Cambridge-it do të bëhen me 2 djemë dhe një vajzë. Por, ndërsa po afrohet data kur do të lindë fëmia i tretë i çiftit mbretëror të Kate Middleton dhe princit William, zërat e shumtë thonë se bebia ka shanse të vinë në jetë në një ditë vërtet veçantë për çiftin e famshëm. Dukesha e Cambridge-it dhe princi William mund të bëhen prindër për herë të tretë, pikërisht në 29 prill, datë e cila përkon dhe me përvjetorin e 7 të martesës së tyre. Nëse fëmia i Kate dhe William do të lindë në përvjetorin e tyre të dasmës, kjo do e bënte edhe më të veçantë ditën. Kate Middleton tregon gjininë e fëmijës së tretë përmes një kodi të fshehtë. Që prej kohës kur Kate Middleton dha lajmin për shtatzënin në muajin shtator, në shumë prej daljeve publike, ajo ka zgjedhur të vishet me blun e thellë, përsëri e përsëri. Çfarë po përpiqet të thotë? Ndoshta Kate po përpiqet të na japë sinjalin e gjinisë së fëmijës. Nëse Kate po pret një djalë, duka dhe dukesha e Cambridge-it do të bëhen me 2 djemë dhe një vajzë. Por, ndërsa po afrohet data kur do të lindë fëmia i tretë i çiftit mbretëror të Kate Middleton dhe princit William, zërat e shumtë thonë se bebia ka shanse të vinë në jetë në një ditë vërtet veçantë për çiftin e famshëm. Dukesha e Cambridge-it dhe princi William mund të bëhen prindër për herë të tretë, pikërisht në 29 prill, datë e cila përkon dhe me përvjetorin e 7 të martesës së tyre. Nëse fëmia i Kate dhe William do të lindë në përvjetorin e tyre të dasmës, kjo do e bënte edhe më të veçantë ditën, pasi do të shënonte dhe fillimin e një festimi të dyfisht vjetor për të gjithë Britaninë e Madhe. Pritet që Kate të lindë në spitalin privat Shën Maria në Londër, ashtu siç bëri edhe me 2 fëmijët e tjerë, princin George dhe princeshën Charlotte. Princi George i Cambridge-it, që ka lindur në korrik të vitit 2013, tani është 4 vjeç, ndërsa princesha Charlotte, që ka lindur në maj të 2015, tani është 2 vjeç.